midis Iranit dhe Omanit. E qartë. Dritan, ndërkohë që diskutojmë për ngushtisjen e Hormuzit, ajo që vije të re është që Trump vazhdon të deklarojë faktin që bllokada jon i ka shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm Iranit dhe përmes saj ne po arrim rezultate më shumë se çdo arrinim nëpërmjet bombardimeve, këtë mbrojtje dhe hekset dje para Senatit. Si e vlerëson këtë deklarat të Trumpit? Se është kjo deklarata e Trumpit ka të bëjë në vazhdim të deklaratave të paplogjikshme dhe të papërgjeshme. Trumpit është sigurisht e palogjikshme për arsye se nuk ka asnjë vlerë, është thjesht një deklaratë propagandistike, politike, për nevojat të brendshme të tij politike dhe pa asgjë tjetër. Realiteti është që nga dita që është vendosur kjo lloj është quajtur bllokadë, aktualisht deri më sot kanë kaluar diku rreth 100 anije të ndryshme në ngushticën e Hormuzit. Dhe nuk ka pasur asnjë pra. Të gjitha ato anije që Garda Revolucionare Iraniane dhe Irani ka lënë të kalojnë në ngushticën e Hormuzit kanë kaluar gjirin e Omanit dhe kanë dalë në Oqeanin Indian pa pengesë. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë kapacitete të tilla që të arrijnë të bëjnë një bllokadë të tillë, pavarësisht asaj çfarë ata pretendojnë. Shikoni, në rast se do ta shihim sërish ajo harta ku ishte me anijet, pra me ato do të shihni që aktualisht janë 2 aeroplan mbajtëse. Për çdo aeroplan mbajtëse duhen aktualisht janë 2 aeroplan mbajtëse. Harta e parë gjë. Aktualisht janë 2 aeroplan mbajtëse. Dhe duke qenë se kemi 2 aeroplan mbajtëse, secila aeroplan mbajtëse që është në Oqeanin Indian, aktualisht secila aeroplan mbajtëse shoqërohet në total me 8 luftanije. Okej. Dhe atëre, për çdo aeroplan mbajtëse duhet minimalja 5 luftanije që të rrinë të bëjnë një mbrojtje 360 gradë aeroplan mbajtëse, sepse aeroplan mbajtëse nuk ka kapacitet tjera mbrojtëse përveç se nga luftanija. Okej. Atëre, kemi 16 luftanije. Në këto 16 luftanije, 10 duhen për të mbrojtur aeroplan mbajtëse. Mbete vetëm 6 për të ndaluar anijet që dalin. Për të bërë bllokadë. Atëre, në momentin që i lëshon anijet, pra, dhe kjo ndodh, Irani lëshon 3-4 anije. Dhe ti për një anije duhet një anije luftarake që të shoqërojë një anije në rast se ndalon një anije. E qartë. Pra, po ti ke vetëm 6 anije luftarake. Si mundet që? Dhe në rast se Irani ti lëshon 10 sot, atëherë ti sa mund ndalosh vetëm 6. 4 tjera kalojnë. Pra kjo është ajo që po luhet, dhe bllokada në mënyrë është e paefektshme dhe e pamundshme, pra nuk ka arritur asnjë lloj fuqie nuk ka kjo bllokadë, sepse nuk ke kapacitete të ndalosh anijet. Ose mund të ndodhi loja, sepse pse ndodhi kjo lojë? Për shembull, pardje Irani lëshoi 4 anije. Shtetet Bashkuara të Amerikës arritën të ndalojnë njërin. Pasi e mbajtën 2 orë anije që lloji ishte bosh. E lëshuan sërish sepse nuk kishte më asnjë për çfarë ta mbaje. Pra kjo lojë po ndodh. Pra të lëshoj 4-5 anije, njëra prej tyre mund të jetë plot, po ti nuk e di asnjë se cila është. Dakor, Dritan, po po luhet kjo lojë e macës me miut, të cilën ti nuk ke kapacitet. Pra bllokada po thua nuk po arrin objektivin që thotë këtu Trumpi që është duhet televizor shtoni, shikosh ti territor, këtu është një territor i vogël. Po ky territor është shumë i madh. Ky territor është me mijëra kilometra katror. Në këtë territor me mijëra kilometra katror, pra ato anije, ato fregata duhet lëvizin lart e poshtë. Dhe ti duhet ta gjymosh, sepse nuk është se ti duhet ta ndalosh një anije që vjen një anije tregtare. Po, e qartë. Dhe ti duhet ta pra shkon e ndalon del bosh, do kthehesh sërish. Pra të gjitha këto janë harxime. Të gjitha këto janë konsumim kohe. Kështu që praktikisht po thua praktikisht, kurse ky ka lëshuar dhe anijet e tij që do dalin. Pra bllokada është zero në këtë aspekt. Është thjesht politike për ta përdorur Trumpi në Kongres ose para publikut amerikan, po është zero bllokada. Për këtë mjafton gjithkusht të hyjë tek siç ka në internet, se shumica njerëzve janë mësuar që shohin këto gjemojnë avionët se ku fluturojnë nga fluturojnë në për ato faqet që tregojnë se ku fluturojnë avionët. Të njëjtat faqe ka edhe për anijet. Që që dhe mund të dalin dhe të shohin në këtë moment dhe hyn atje dhe shohin i ka të ndara me zona. Tek tregon zonën e gjirit Omanit, tregon zonën dhe aty i shef me anije sa anije kanë kaluar dhe sa anije kalojnë në ditë. Pra e shef të pastër, nuk ka asgjë. Jo, e di, e kam parasysh atë, bile kam foto aty që tregojnë, po nuk kam video. Është dështuar kjo bllokadë, pse si nuk ke kapacitete për ta bërë bllokadën. Dritan, ndërkohë
që flasin për këtë blokad, ajo që po thuhet është që Irani ka zhvilluar edhe rrugë të tjera kalimesh. Irani Regjia, do të jetë ajo harta me ato rrugët. Takimi që shkoi në Islamabad, pra takimi i parë që bëri Irak që ishte në Islamabad, dhe takimi në Islamabad nuk kishte të bënte me çështën e bisedimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kishte të bënte me çështën e hapjes së rrugëve të kalimit dhe korridoreve të kalimit në Pakistan për nevojat të Iranit. Dhe këto janë korridoret e kalimit. Pra aktualisht ajo është edhe një tjetër që janë 4 porte, Regjia, do të jetë një hartë tjetër pak a shumë e ngjashme si kjo. Janë 4 porte kryesore që Pakistani ka dhe që i ka lënë në dispozicion të që po përdoren për nevojat të Iranit, pra, dhe pa janë hapur 6 rrugë, pra këto kemi 6 rrugë të ndryshme që kalojnë në Iran, pra, për të çuar që vinë nga Pakistani dhe shkojnë në Iran dhe bëjnë këtë lidhje. Dhe të gjitha këto, në rastësisht janë të lidhura edhe me korridorin që po ndërton dhe që është në mbarim sipër midis Kinës dhe Pakistanit. Po, ai 5 pasha dhe. Pikërisht. Është edhe ai korridori që lidh pra. Në Afganistan, sikur kalonte ajo rruga. Pikërisht, pra janë këto korridore që po ndërtohen dhe që po lidhen. Kështu që Irani po thua... Irani aktualisht është duke përdorur Pakistanin në këtë prapë, për nevoja, nuk është duke përdorur vetëm për çështje të naftës nuk po e përdor këto. Do të jetë dhe një hartë tjetër regjia aty. Nuk ka kapacitet pra këto portet e Iranit vetëm përveç portit Karachit, i cili ka një kapacitet të vogël të zbarkimit të anijeve me naftë. Nuk pjesa tjetër nuk ka, por për nevoja tregtare. Irani është duke përdorur Karachin, pra për çdo lloj nevoje tjetër tregtare që duhet për ushqime, për materiale të tjera, ndërtime gjithçka, është duke përdorur Afganistanin për marrjen e këtyre. Pra nuk ka më asnjë pengesë, pra e ka tejkaluar këtë pengesën. Jo, dakord, furnizimet që shkojnë në Iran, po ideja është e naftës, apo nafta dritan nafta kalon me anije. Do të kemi gjë parasysh që një pjesë anijeve janë anije kineze, një pjesë anije janë anije ruse, pra ato nuk ndalohen. Kështu që vazhdon se vetëm anijet iraniane, po edhe ato anije iraniane të cilat janë në listën e sanksioneve. Do të kemi gjë që edhe Irani ka disa anije që i ka në listën e sanksioneve që janë përcaktuar dhe dihen që janë anije iraniane, po ka ato anije që janë anije që njihet flota hije. Edhe Irani ka këtë flotije të regjistruara në për ishuj të ndryshëm të botës, në për vende të ndryshme të botës. Pra nuk janë formalisht pra ligjërisht formalisht janë Tiranit, ligjërisht nuk janë Tiranit. Dhe ti duhet ta gjësh derisa ta gjësh. Por gjën pastaj e fut në listën e sanksioneve dhe e bllokon. Pra ato anije ka tentuar të ndalojë sepse ti nuk mund ndalosh çdo anije. Anije që nuk janë në listën e sanksioneve nuk i ndalon dot. Sepse ajo është pirateri e pastër pastaj. Pra këtu e kemi gjithë problemin edhe Irani ka shumë të tilla anije, të cilat kalojnë dhe lëvizin. Plus një pjesë janë anije të, për shembull, Tajlanda ka kaluar 7 anije të tilla. Në ndërhyrjen e Kinës. Javës që shkoi, Tajlanda i kërkoi Kinës ndërhyrjen në Iran që të lejonte kalimin e 7 anijeve me naftë për Tajlandën dhe edhe Malajzia po ashtu i ka kërkuar Kinës ndihmë për lejimin e këtyre anijeve. Dhe Kina pavarësisht se publikisht ka bërë një deklaratë që neve kemi 70 anije tonat atje të cilat s'po i kalojmë dot, por çuditërisht të nesmen anijet malajzeze dhe tajlandeze kanë kaluar ngushtisën e Hormuzit dhe kanë dalë pa u bllokuar fare nga ana amerikanëve dhe kanë vazhduar. E qartë. Ndërkohë Trump vazhdon, no more Mr. Nice Guy, ishte një postim i Trumpit, duhet ta kem aty regjia, po gjithsesi Dritan, një nga lajmet që vjen është që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që të instalojnë atë raketën hipersonike Dark Eagle. Dark Eagle, çka e bën sipas komentatorëve që kam lexuar, e bën lojën në lindjen e mesme, sidomos në raport me Iranin, e komplikon shumë sepse janë raketa hipersonike me rreze mbi 2000 kilometra. Nuk komplikon asgjë. Vetëm vërtet një gjë që futja e kësaj rakete do thotë që Amerika sërish do ta sulmojë Iranin. Pra do të kemi edhe një sulm ndaj Iranit. Qoftë ky toksor ose ajror, pa edhe sulmi toksor do të shoqërohet me një sulm ajror, sepse nuk mund të jetë vetëm sulm toksor pa një sulm ajror, sepse çdo lloj sulmi toksor do mbulim nga ajri. Këtë arsye do të ketë. Dhe dislokimi i këtyre raketave do të thotë që kanë foto aty regjia. Patjetër do të kemi një sulm. Vendosja e kësaj nuk ndryshon asgjë, pra ata komentatorë që kanë thënë vazhdojnë atë vazhdën për të krijuar idenë se kemi këto armët e mrekullueshme, të cilat
nuk ka armë të mrekullueshme. Dark Eagle, çfarë është Dritan? Nuk ka armë të mrekullueshme që të bëjë ndryshimin. Dark Eagle është një raketë hipersonike, e para raketë hipersonike e llojit të vet që Shtetet Bashkuara të Amerikës po prodhojnë. Po prodhojnë tani? Po prodhojnë tani, është në fazë eksperimentale akoma, pra nuk është se ka kaluar. E ka rrezën diku rreth 3500 kilometra. Një raketë kushton $15 milion. Pra vetëm këtë duhet keni. $15 milion. $15 milion. Koka eksplozive e saj nuk mund të mbajë më shumë se 14 kg eksploziv. Pra është një gjë pa 14 kg eksploziv. 14 kg eksploziv. Pra është e pa vlerë në atë aspektin. Që ata pretendojnë që do ndryshojë gjëra me 14 kg eksploziv. Pra në rast se ti e hedh në një vend parkimi vetëm 2 makina mund të dëmtosh. Pjesët e tjera makinave mund të ciflohen por nuk dëmtohen. Pra janë të përdorueshme. Me këtë lloj rakete. Me këtë lloj rakete. Aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vetëm 12 copë raketa të tilla. E lexova këtë, po pse 12 ka gjithsej, se e lexova, po thash mos ishte kështu. Jo, 12 copë ka tilla, sepse është në fazë eksperimentale, pra nuk është në Ideja ishte që po përpiqet që ti bashkohet. Vjet është përdorur në herë të parë, vjet është testuar për herë të parë raketa. Testimet e saj, 3 testimet e saj kanë dalë suksesshme. Në një rrezë është testuar në një rrezë 500 kilometra, pra nuk është testuar më gjatë, kur është testuar vjet, ka dalë suksesshme. Testimi është bërë pa mbushje eksplozive, ashtu është testuar raketa. Dhe aktualisht ka 12 copë të tilla, sepse thash është në fazë eksperimentale raketa akoma. 12 copë ku njëra është $15 milion. Ka bërë një marrëveshje me kompaninë e cila i prodhon këto dhe kapacitetet që mund të prodhojë kompania janë 60 copë në vit. Pra kaq ka kapacitetet të prodhojë të tilla raketa. Hipersonike. Pra, dhe edhe në rast se do të kishte 60 raketa të tilla, më thoni, pra i thoni këtyre komentatorëve që kanë thënë, ku është ndryshimi? Pra 60 raketa. Pra nuk po ndryshojnë asgjë. Por pse do po përdoren? Nuk po përdoren për të ndryshuar diçka. Pra nuk është një armë e veçantë që do ndryshojë. Në momentin që s'ke kapacitet, po përdoret për të testuar në kushte lufte. Pra për herë të parë, përdoret. Pikërisht, pra ti e ke testuar në kushte normale se dhe përdor tani në kushte. Po tashmë ti do ta testosh në kushte lufte, dhe në kushte lufte ti nuk mundesh të përcaktosh, sepse kur e teston në kushtet optimale, do të thonë që ti ke ruajtur ditën pa erë, ti ke ruajtur ditën me pak lagështirë, ditën më të mirë, ditën me diell, ditën më ashtu, pra i ke ruajtur të gjitha parametrat që të dalësh suksesëm. Ndërsa kur do ta përdorosh në luftë, ti nuk i shef dot më parametrat e kohës. Pra parametrat e kohës janë negativ për ty. Sepse atë ditë mund të ketë me erë, atë ditë mund të ketë me bllokim, atë ditë mund të ketë me shi, atë ditë mund të ketë, pra mund të ketë era shumë në mbështetje ku do kalojnë. Pra në të gjitha këto janë negative për ty dhe ti do ta testosh këtë raketë në kushtet reale të luftës. Do ta testosh, kur e ke testuar ti e ke testuar në aspektin që ke testuar vetëm rrezën e raketës, goditjen e raketës, pra kapacitetin e manovrimit të raketës, sepse raketat hipersonike janë të manovrueshme në këtë aspekt. Ajo mbori përshtypje që manovrojnë. Tashmë ti do ta shohësh këtë manovrim të saj në kushtet reale të një mbrojtje kundërajrore, sepse ti e ke bërë te jotja edhe te kur e ke bërë ti testimin tënd, po e ke bërë vetëm teorikisht, që e ke kapur, por ama tashmë do të shohësh ky tjetri arrin ta rrëzoj, si arrin ta rrëzoj, arrin ta bllokoj, arrin të ndëroj, do ta bësh testimin me anë të luftës elektronike. Pra ti ke përdorur edhe ti kur e ke testuar, kur e ka testuar në Amerikë, ke përdorur luftën tënde elektronike, po ama me atë bllokimin tënd elektronik. Ndërsa tashmë do përdorësh një bllokim elektronik të tjetër, cilin ti nuk e ke idenë se si funksionon. Prandaj kjo është po përdoret vetëm për të testuar në kushte reale të luftës, jo për të ndryshuar, nuk sjell asnjë ndryshim, nuk sjell asnjë gjë. Para që janë pak, pra shumë 12 copë ka. 12 copë, dhe do të kemi gjë parasysh që këto 12 copë janë raketa tok-tok. Pra kjo është raketë që do lëshohet nga një bateri në tokë. Dhe në momentin e lëshimit të kësaj baterie, do të kemi parasysh që edhe iranianët e kapin këtë kapacitet të lëshimit dhe nesër vendi i lëshimit, pra kjo bateria e lëshimit që ka 2 raketa, kjo nesër mund të jetë më njëherë objekti një goditje balistike nga ana e Iranit. Dhe aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vetëm 2 të tilla. Pra vetëm 2 të tilla me nga 2 shtratë lëshimi, si shihni. 2 lëshues. Po, vetëm 2 lëshues. Dhe në rast se ata ta heqin njërin, ta dëmtojnë njërin po tjetrën, çfarë do bësh? Pra të mbetesh me një. Pra rreziku i përdorimit është i madh. Por duke qenë se përdoret me shumë kilometra, nuk është vendosur akoma, pra se ku do të dislokohet. Nuk besoj se do ta dislokojnë në një vend të gjirit, por i vetmi vend ku ata mund ta dislokojnë dhe që kanë garanci për këtë është vetëm në Izrael, pra që mund ta dislokojnë në Izrael dhe ta përdorin të lëshojnë nga Izraeli, duke qenë se e mbrin sepse është 3500 kilometra rrezja, pra nuk është se është jashtë rrezës, është brenda rrezës dhe vetëm atje do ta përdorin. Dhe pse ju duhet ta përdorin atje? Sepse në momentin që duhet të lëshojë nga Izraeli, Amerika lëshon edhe raketat e tjera. Pra do të përdoren në një kohë që do lëshojnë edhe raketat e tjera, që të mos mund të dallohet cila është raketa.
për Pra të tek atë nuk do ta verbuar. lëshojnë, absolutisht, pra do lëshojnë një seri raketash të tjera dhe në grupin e tyre do lëshojnë edhe këto 2 raketa. Pak a shumë ato që bën Irani. Në mënyrë dhe pastaj do shohim se si funksionon, se si në zona të caktuara ku ata kanë ndërmend të godasin, pra thjesht po përdoret për ta testuar në kushte reale lufte dhe jo nuk për të bërë ndryshim. Nuk sjell asnjë ndryshim, nuk sjell asnjë gjë tjetër të re. Po ama a mund ta konsiderojmë këtë dritan një hap që e afron, le të themi, i afron fuqi të tjera përveç Rusisë dhe Kinës afër zhvillimit të raketave hipersonike? Aktualisht në fushën e raketave hipersonike është Rusia, është Kina, është edhe Korea e Veriut. Irani ka një raketë hipersonike, por kjo raketë hipersonike është në fazën terminale. Pra, në fazën terminale them pasi ka hyrë në hapësirën ajrore të vendit ku do godasësh. Dhe në moment që ti hyn në këtë hapësirë ajrore, duke përdorur edhe inercinë edhe shpejtësinë, mbrin një shpejtësi mbi 12.000 km/h, 15 km/h. Dhe ka disa koka të manovrueshme. Irani quan këto hipersonike. Realiteti është që ato nuk janë hipersonike. Pra, realiteti hipersonike është një raketë, si punë e kësaj që e kanë edhe rusët. Raketë hipersonike është raketë e cila përdoret pra jo vetëm balistike, po përdoret edhe raketa që është raketa kruz, pra hipersonike, që ti mund ta manovrosh me shpejtësinë që shkon shpejtësia mbi 170 km/min. Gjatë gjithë kohës. Pra kjo raketë ka, kurse raketat që përdor Irani, pavarësisht se i quhen hipersonike, janë hipersonike vetëm në fazën përfundimtare të saj, në fazën e goditjes. Kurse në fazën e parë nuk janë, sepse në fazën e parë raketat që lëshohen balistike e kanë shpejtësinë 4-5.000 km/h. Por që të jesh hipersonike duhet të kesh shpejtësinë mbi 6.400 km/h. Që në fazën e lëshimit. Po. Pra, pavarësisht se edhe Irani e mban veten të hyrë, po pjesërisht është në këtë, nuk është totalisht. Nuk është pjesë e klubit të raketave. Nuk është pjesë e klubit të raketave hipersonike në 100%. Pra vetëm në fazën finale të hyrjes së raketës ajo kthehet hipersonike. Po. Kurse hipersonike bazë kanë vetëm 3 vende aktualisht. Kina, Rusia dhe Korea e Veriut. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë në fazë eksperimentale, pra në rast se kjo do shifet se si do funksionojë në Kjo është tjetër regjia. Edhe kjo lëren çik këtë, se do të shpjegojmë edhe për këtë. Si do funksionojë në kushte reale të luftës, atëherë do të shifet a funksionon apo nuk funksionon. Dhe atëherë mund të themi që në rast se kjo